Thot Allahu subhanahu wa taala, thot o ju të cilët keni besuar, mos u bëni si ata të cilët e kishin mundu edhe e kishin lëndu shumë Musa'in alayhis salam. E kanë mundu. Qështu janë disa njerëz vëllezër, jetojnë për t'i mundu të tjerët. Ai si të qohet sabah, si të dalë dilli, ajde thot inshallah sot kush janë taksirat janë. Kanë kujtja i thoj jetën. Dikush e ka çatë të shtëpia, apo çati. Çati ja i thon dikush. Dikush e ka dal pak mananera. Mirë po ai nuk mundet me jetu pa e helmu dikan, pa e ranu dikan, pa e ofendu dikan, pa e shat dikan, pa e godit dikan. Çështu vëllezër, se harrojnë që ka ditë gjykimi, harrojnë se ka Allah, harrojnë se kena me dal mu llogarit dhe Allah nuk ka jatina. A keni pa disa njerëz e kanë bë Allahin vetin. Hajt se e sheti, po Allah ja jotja. Po t'ja e ki bleja, a monopola. Apo kena me dal ditë gjykimit, kena me dal mu taku para Zotit, po kena me dal ketë mu taku para Allahu xhelala. S'ki me dal veç ti, kena me dal bashk e Allahu i ketëve. Allahu që ka me mor hak edhe për dashën dhe delën. A nuk ka me mor, e kanë shtit disa njerëz krije se Zoti ai tinë. Jo, Allahu xhelala ka me mor hak, edhe nëse hak ja i marr pi qafirit ka me kthie, ashtu. Pejgamberi ka thënë hadith, nëse një qafirit i ban zullum një musliman, hadithën ka xherë Imam Ahmedi në musnedin e tina, Allah i vjen këto, ashtu. Edhe i qënë durët ka Allahu gjatë, thot, o, Zot më ka bo zullum. E kthejna, thot, na zullumin. E kthejmë na padrejtësien në vendin e vetë. E kthejnë hakin në vendin e vetë.